SBA sulmoi Venezuelën, arrestoi Nicolás Maduro dhe shkundi skenën ndërkombëtare. Reagimet duket se janë ndarë në bloqe ku disa e mbështesin sulmin dhe disa të tjerë kërkojnë të respektohen rregullat ndërkombëtare. Reagime pati edhe në Ballkan. Kurti dhe Osmani nga Kosova kanë shprehur mbështetje të qartë për veprimin e SBA, duke e parë atë si një goditje ndaj diktaturës dhe përpjekje për t'i dhënë fund represionit në Venezuelë. Sali Berisha gjithashtu është arrestuar hapur për krah Trump, duke e cilësuar veprimin si një sinjal të fortë për kundërshtarët e demokracisë në mbar botën, por kryeministri Edi Rama nuk ka bërë asnjë reagim personal mbi sulmin në Venezuelë. Si duket ai u mjaftua me një reagim të ministres së jashtme Elisa Spiropali, e cila mbështeti operacionin. Shqipëria qëndron pa më dyshje për krah Shteteve të Bashkuara dhe presidentit të SBA-s në veprimet e tyre vendimtare kundër regjimit narko-terrorist të Venezuelës, shkroi Spiropali. Po ashtu ka reaguar edhe Aleksandar Vučić, reagimi i cili ka ngjallur dyshime në mediat serbe, pasi nuk e ka përshëndetur operacionin. Shpresoj që situata në Amerikën e Jugut të qetësohet dhe që sulmet ndaj Venezuelës të ndalen, ka deklaruar ai. Në Tiranë dhe Beograd, komentet sociale dhe reagimet publike janë të shpërndara, por një trend duket qartë. Shumë përdorrues kërkojnë humoristikisht ose seriozisht që Trump të vinë në Shqipëri për të na shpëtuar nga Rama. E njëjta gjë edhe në mediat serbe. Ky reflektim emocional tregon lodhjen e publikut nga politika e brendshme, por realiteti është ndryshe. SBA nuk ka asnjë qëllim dhe asnjë kapacitet për të sulmuar apo ndërhyr ushtarakisht në Shqipëri. Përkundrazi, Shqipëria konsiderohet një aleate e fortë e Amerikës. Veprimi ndaj Venezuelës është dërguar si mesazh i qartë për autokratët e tjerë. Udhëheqësit që shtypin demokracinë dhe qëndrojnë larg vlerave perëndimore janë objekt vëmendjeje ndërkombëtare dhe kritikash të forta nga Washingtoni, ndërkohë që SBA nuk i ka përshëndetur zgjedhjet në Tiranë për shkak të shqetësimeve për mënyrën se si u zhvilluan ato. Dhe situata në Serbi mbetet e tensionuar për shkak të kontrollit të medias dhe institucioneve. Reagimet e autokratëve në rajon përbëjnë një tregues të qëndrimeve të tyre politike. Mos valle kanë marrë mesazhin e Trump?